falenderoj që keni gjetur kohë dhe marrë pjesë në takimin e parë publik të organizuar me qytetarë, si që dini ne si komunë jemi të obliguar, ligjërisht që brenda vitit të mbajmë së paku 2 takime publike me qytetarë, ku në pikat e përgjithshme mund të raportojmë për ecurinë e punës së organeve të ekzekutivit lokal dhe kryetarit të komunës. Andaj ka nderin dhe kënaqësinë që para jush të paraqes një pasqyrë të shkurtër për ecurinë e punëve dhe angazhimet që kanë pasur komuna Dragashi gjatë këtij 6 muajit të parë të vitit 2024. Si rezultat i punës së përbashkët dhe bashkëpunimit të mirë brenda dhe jashtë institucionit, kemi arritur që shumicën e punëve dhe projekteve të realizojmë në bazë të planit të paraparë të punës. Puna kryetarit përkatësisë ekzekutivit të komunës së Dragashit është zhvilluar përmes 8 drejtorive dhe shërbimeve përgjithshme të komunës në harmoni me legjislacionin, udhëzimet dhe statutin e komunës. Synimet politike në qeverisje e mirë, të përgjithshme, të qëndrueshme, të hapur për qytetarë, demokratike dhe të suksesshme. Qeverisje me plane dhe shikim ka ardhmja, qeverisje me plane të qarta dhe ambicioze, qeverisje që vlerëson, motivon dhe mbështet talentin dhe të arritur e qytetarëve tonë dhe gjitha shpresave, dhe qeverisje për të gjithë pa dallim. Aktivitetet më të rastishme, që është në fillim të këtij viti, ashtu siç e dini, jemi ballafaqohuar edhe një herë me një situatë të vëshimeve nga rreshtet e shumta të cilët kanë prekur disa vendbanime të komunës sonë dhe ku kemi patur edhe dëme të konsiderueshme. Andaj si komunë më njëherë kemi filluar angazhimin tonë në shërbim të qytetarëve ku përveç sanimit të dëmeve në zonat e prekura, Komisioni Komunal më njëherë ka ndërmarrë hapat nevojshëm për vlerësimin e dëmeve me infrastrukturë publike, ekonomi familjare, biznese dhe bujqësi. Raporti i Komisionit Komunal është miratuar nga ana e Asamblesë Komunale dhe i njëjti është dorëzuar në qeverinë e Kosovës, për fat keq sigurisht edhe raporti i vërshimeve të para 2 viteve dhe ky raport ende nga qeveria nuk kemi as përgjigje edhe nuk kemi edhe as sinjale për pagesën e dëmeve që do të bëhen. Në fillim të këtij muaji kemi pritur në takim drejtorin e zyrës anënore të AKP-s në prezent dhe cilët kemi diskutuar për forcimin e bashkëpunimit interinstitucional. Nga Fori Turk dhe Cimiku kemi pranuar një donacion të rëndësishëm dhe pajisje teknike për shkollën fillore në resterisë, televizor, kompjuter, printer e tjerë të cilët do të kontribuojnë drejt për drejt në modernizimin e procesit mësimor dhe në krijimin e një ambientin më funksional për nxënësit dhe stafin arsimor. Me bashkëpunim me përfaqësues të programit Horizont Europe në zyrtar komunal nga komuna e Vrapçishtit, Republika e Maqedonisë së Veriut kemi nënshkruar një memorandum të bashkëpunimit. Po ashtu kemi zhvilluar takim me përfaqësuesit e organizatës GIS në kuadër të projektit aftësim për punësim dhe projektit për zhvillim ekonomik të grave, ku kemi diskutuar për themelimin e bashkëpunimit në kuadër të këtyre projekteve në tekst të veçantë, organizimin e trajnimeve për punësim të grave. Gjithashtu kemi shprehur interesimin tonë për mbështetje nga GIS dhe për projektet që lidhen me mbrojtjen e ambientit dhe menaxhimin e mbeturinave, hartimin e planit zhvillimor komunal, hartat zonale, si dhe mbështetjen për zhvillimin e arsimit dhe pajisjen e shkollave me kabinete të IT-s. Kemi pritur në një vizitë zyrtare koordinatorin e ri të zhvillimit të OKB-s në Kosovë, zoti Shtefen, në të cilin kemi zhvilluar diskutime lidhur me zhvillimin e qëndrueshëm lokal, fuqizimin e komuniteteve, mbështetjen për të rinjt dhe projektet që ndikojnë drejt për drejt në përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve tonë. Në kuadër të angazhimit tonë për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme për qendrën Ndacak, kemi formuar komisionin komunal i cili në bashkëpunim me një organizatë turke po shqyrton të gjitha hapat dhe procedurat për realizimin e projektit për ndërtimin e një stërejimore për qendrën Ndacak në territorin e komunës së Dragashit. Në fillim të muajit mars kemi pritur për vizitë zyrtare një delegacion nga komuna
e Kocajerit e Republika Turqisë, një ndër komunat më të zhvilluara industriale në Turqi. Kemi nënshkruar memorandumin e bashkëpunimit për projektin e ardhmja e saj, fuqizimi i grave sipërmarrëse në Kosovë. Projekti i cili financohet nga Ministria Gjermane për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim dhe zbatohet nga OEC Reda Plus dhe partnerët tjerë dhe me mbështetjen e ASB-s. Ky bashkëpunim synon të mbështesë dhe fuqizon gratë sipërmarrëse në komunën tonë përmes zhvillimit të aftësive të tyre në biznes, krijimit të rrjeteve profesionale dhe rritjes së mundësisë për pjesëmarrje aktive në ekonominë lokale. Ora ashtu në muajin mars kemi pritur në takim përfaqësues dhe drejtor komunal nga komuna e Kaçanikut, të cilët kanë shprehur interesim për të njohur nga më së afër për projektin tonë madhor, ku sjasin për 15 stata dhe fabrikën e përpunimit të ujit. Kemi pritur për vizitë dhe komandantin e ri të Komandës Rajonale Perëndim të kolonelit Francesco Moro, të cilin e kemi njoftuar për zhvillimet aktuale në Kosovë dhe kemi shprehur minjojen tonë për angazhimin dhe kontributin e vazhdueshëm të korit në Kosovë, duke pleksuar në veçanti mbështetjen e pakërcyer të CIMIK-ut dhe LMT-s për institucionet lokale të komunës sonë. Në kuadër të angazhimit tonë për rritjen e transparencës komunale dhe përmbushjes së obligimeve që dalin nga agenda europiane, kemi hartuar dhe miratuar me Kuvendin e Komunës strategjinë për komunikim me marrëdhënie me publikun 2026-2030. Në fillim të muajit prill, komunën tonë e ka vizituar edhe ambasadori i Gjermanisë, shoqëria e tij, zoti Rainer Rudolf, se bashkë me përfaqësues nga menaxhmenti i lartë të vizit me të cilët kemi zhvilluar një bisedë konstruktive lidhur me gjendjen aktuale dhe sfidat kryesore me të cilat përballet komuna e Dragash. Gjithashtu se bashkë kemi vizituar edhe hapësirat e organizatave analoga ku kemi parë nga afër implementimin e projekteve dhe rezultatet konkrete të bashkëpunimit me komunitetin lokal. Kemi formuar komisionin për hartimin e planit zhvillimor komunal me përbërje prej 27 anëtarë, ku përbëjnë pjesë përfaqësues nga komuna Dragashit, kompania fituese për hartimin e planit zhvillimor komunal, Ministria e Mjedisit, Tanimin Hapësinor dhe Infrastrukturës, përfaqësues nga Parku Nacional, ekspertë të jashtëm, si dhe përfaqësues të organizatave lokale dhe ndërkombëtare. Në prill, komisioni ka mbajtur takimin e parë konstruktiv dhe informues për lehtësurinë e hartimit të PZHK-s. Dokumentin më të rëndësishëm strategjik, i cili do të përcaktojë drejtimin e zhvillimit ekonomik, hapësinor dhe mjedisor të Dragashit për vitet me vijim. Në kuadër të organizimit tonë në fushën e shëndetësisë, përmes stafit profesioniste që në FES kemi filluar edhe këtë vit 3 vite radhëse me programin e vizitave sistematike shëndetësore për nxënësit e shkollave të komunës së Dragashit. Siç e dini, komuna jonë dhe këtë vit ka fituar gradin e performancës komunale, vlerja e cilit është 883.837 euro, dhe pas të njoftimit nga Ministria me bordin e drejtorëve dhe inxhinierët komunal, me njëherë kemi filluar planifikimin e shpenzimeve të këtyre mjeteve dhe procedurat e përgatitjes dhe dorëzimit e projekteve në MAPL. Projektin e kemi dorëzuar dhe presim që të marrim dritën e shiga nga mbrapa që të shpallim të ndjerin për realizimin e këtyre projekteve. Projekti që do të financohet nga ky grant përfshin investimin në infrastrukturë rrugore, ndërçim publik, mure mbrojtëse, deponi, objekte sportive dhe infrastrukturë shkollore. Në kuadër të planifikimeve buxhetore për vitin 2027-2029, kemi organizuar 2 dëgjime buxhetore me qytetarë dhe grupet e interesit për draftin e kornizës për përmesë buxhetore, ku kemi marrë kërkesa dhe propozimet e tyre. Pas këtij procesi të konsultimit me publikun, KABI është miratuar nga Kuvendi i Komunës në mbledhjen e 5 të rregull të mbajtjes 25/6/2026 sipas afateve të përcaktuara ligjore. Në fillim të muajit qershor kemi filluar testimin e mbiantit për proponimin e ujëve të zeza në fshatin Brezne, një projekt i rëndësishëm i cili do të kontribuojë në mbrojtjen e mjedisit, mbrojtjen e burimeve ujore dhe përmirësimin e cilësisë së jetesës qytetarëve, duke siguruar një ambient më të pastër dhe më të shëndetshëm në zonën turistike të liçenit të Breznes. Po këtë muaj komunën tonë e ka vizituar dhe ambasadori i Republikës së Slovenisë në Kosovë, zoti
Borut Blaj, i shoqëruar nga përfaqësues të projektit të drejtat tona nga Instituti për Promovimin e Edukimit, IPDU. Me këtë rast është mbajtur edhe ceremonia solene ndarëse certifikatave për mësimdhënësit e trajnuar. Përmbledhja e ditës së qëllimit të komunës së Dragashit dhe këtë vit ashtu edhe siç e kemi bërë tash me traditë, kemi nderuar me mirënjohje edhe dhurata simbolike pensionistët e arsimit, shëndetësit dhe administratës komunale si shprehje e respektit dhe falënderimit për gratë dhe burrat që për dekada të tëra i kanë shërbyer me përkushtim komunitetit tonë. Se bashkë me organizatën ECMA ndryshe, kemi filluar zbatimin e projektit inventarizimi i shërbimeve administrative komunale. Në kuadër të angazhimit dhe përkushtimit tonë për të drejtat e grave dhe fëmijëve, kemi nënshkruar memorandumin e mirëkuptimit me qendrën për starimin e grave dhe fëmijëve në rajonin e Prizrenit. Ky memorandum synon sigurimin e mbështetjes së qëndrueshme financiare për funksionalizimin e rregullt të qendrës me qëllim ofrimin e vazhdueshëm të shërbimeve strehimit dhe mbrojtjes për viktimat e dhunës në familjet dhe fëmijët e tyre. Sa i përket organizimit e ceremonimeve zyrtare për festa shtetërore dhe kombëtare, kemi thirrur seanca dhe akademi solene për ditën e 17 shkurtit, ditës së pavësisë, për ditën e OPP-s së UÇK-s, 5, 6 dhe 7 mars, për ditën e 5 maj, ditës së dëshmorëve, për ditën e 12 qershorit, ditës së çlimit të komunës së Dragashit. Gjithashtu, në kuadër të agjendës së aktiviteteve kulturore, linore dhe sportive, se bashku me OECD partnerë kemi organizuar aktivitetet të ndryshme si koncerte dhe programe festive, turnet për futboll, volejboll, manifestime kulturore dhe letrare, sofra i Prizrenit, zgatar, garat e vrapimit të kuajve, garat e pelivonave, mitingu në fotokrosit, garat e ciklizmit edhe festën e pjeshkës. Në 6 mujorin e parë 2026, nga subvencionet në fushën e kulturës, rinimin dhe sportit kanë përfituar 12 OEC me një shumë totale prej 90.000 pensionerë. Aktualisht është në proces të vlerësimit të rrethina publike për financimin e OEC-ve të cilat do të merren me organizimin e festivalit Ballkanik apo e Vallzon, i cili do të organizohet në fund të muajit të ardhshëm, dhe manifestimet kulturore për ditës dhe merkatat që do të organizohet si në pjesën e Gorës ashtu edhe të Opojës. Sa i përket investimeve kapitale gjatë kësaj periudhe, raportuese kemi nënshkruar 18 kontrata për projekte të ndryshme në një vlerë prej 1.060.000 euro. Investimet kapitale. Komuna Dragashit për gjatë gjysmës së parë të vitit 2026 e ka realizuar në masë të konsiderueshme planin e përpunimit. Kemi nënshkruar 18 kontrata për realizimin e projekteve të ndryshme për të gjithë territorin e komunës sonë, të cilat lidhen kryesisht me modernizimin e infrastrukturës publike, në për institucione shëndetësore dhe arsimore, kupëzime, asfaltime, ndërtimin e infrastrukturës sportive, furnizim me shërbime e tjera. Lejmë të përmenda se njërin dhe projekte më të kushtueshme dhe më të rëndësishme kapitale, cilë është realizuar gjatë kësaj periudhe, raportuese është indiati për përpunimin e ujrave të zezave që këto ditë të bëhen dhe pranimi i punimeve. Sa përket planet e përpunimit për vitin 2026 nuk do t'ju lodhi, por do të kalojmë me një me projektet për realizimin që janë në realizime sipër për vitin 2026. Pra, është projekti hartimi i planit zhvillimor komunal 2025-2035, vlera të cilit është 150.000 euro, ndërtimi, kanalizimit dhe kupëzimi i rrugëve lokale në fshatin Brezde, projekt 2 vjeçar, i cili përfundon këtë vit, dhe është në proces të përfundim me sipër, dhe vlera të cilit është diku ofër 2 milion euro. Pastaj është kupëzimi në rrugën qendra në fshatin Buzes me 110.000 euro, ndërtimi infrastrukturë rrugore në vendin Studenec dhe Veridec në fshatin Kështec 40.000 euro, ndërtimi i murit mbrojtjes Peterce, kupëzimi i qendrës së fshatit Radesha e eprën dhe vendosja e mbrojtëseve lastik në rrugën për në Radesh, vlera të cilit është 140.000 euro, ndërtimi i shtëpisë malore turistike në fshatin Krushev, projekt 2 vjeçar 55.000 euro, kupëzimi i rrugës
në rrugën Adem Berisha, Beteja e Buqës dhe Qerza në fshatin Buqe, projekt 2 vjeçar 160.000 euro. Ndërtimi i rrjedhit të usjasën e qendrës e fshatit Brod, projekt 2 vjeçar 33.000 euro. Ndërtimi i murit Brutës dhe kupëzimin e fshatin Globoqis 70.000 euro. Kupëzimin e rrugëve dhe ndërtimi i murit Brojs në fshatin Blik 25.000 euro. Kupëzimi i rrugëve në fshatin Bresan, projekt 2 vjeçar 150.000 euro. Kupëzimi i rrugëve dhe ndërtimi i usjasit në rrugën Kojtqevse në fshatin Libevisht 18.000 euro. Projektet në realizim e sipër. Shajnë e kupëzimi, kukë ndërtimi i urave dhe mureve mbrojtëse, mbrez dhe ndërtimi i impjantit, Belobrat ndërtimi i rezervarit, Misabil dhe kupëzimi i disa rrugëve në fshat, në plas ndërtimi i stadionit, pastaj mirëmbajtja dhe ndriçimit në territorin e komunës së Dragashit, kupëzimi i rrugëve dhe ndërtimi i mureve mbrojtëse në Zymë Çollopik, projekt i cili përfundon këtë vit, instalimi i rrymës në impjantin Radesh është i projekt që përfundon këtë vit. Ndërtimi i shtëpisë malore në Brod është në përfundim e sipër. Ndërtimi i nyjeve sanitare në gjimnazin Dragash aneksi është ka përfunduar. Ndërtimi i stadionit në fshatin Pllav në përfundim e sipër. Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Plajnik është duke u punuar. Ndërtimi i stadionit në Restelist është duke u punuar. Rregullimi i projekt në Krushevë është duke u punuar. Ndërtimi i stadionit në Libevisht është në punim e sipër. Rregullimi i infrastrukturës në rrugën Çupina në Brod, po ashtu në përfundim e sipër. Projektet e përfunduara gjatë këtij viti. Kuk kanë përfunduar kupëzimi i rrugëve në projekti i kupëzimit. Kupëzimi dhe rregullimi i mureve mbrojtëse në fshatin Zaptur që ka përfunduar. Por ashtu ndërtimi i umblesa në fshatin Kuk ka përfunduar. Ndriçimi i publik në fshatin Kukullivlek dhe Pllav që ka qenë projekt 2 vjeçar ka përfunduar. Riparimi i rrugës së Bjeshkës në pjesën e dëmtuar në fshatin Bresan ka përfunduar. Riparimi i rrugës së Bjeshkës në pjesën e dëmtuar në fshatin Plajnik ka përfunduar. Renovimi i Qermefes në Tegorës ka përfunduar. Ndërtimi i të trotuarëve në pjesën e opojës Belobrat Brut, Bresan Zapluqe ka përfunduar. Kupëzimi i rrugëve në fshatin Brut ka përfunduar. Kupëzimi i rrugëve në fshatin Restelist ka përfunduar. Tash do t'i përmendi përfituesit e subvencioneve gjatë vitit 2026. Klubi i Kuajve Opoja 14.000 euro, kumpatat kësaj edhe është bërë dhe manifestimi i garës e Pilin Vonave. 7.000 euro për garën e vrapimit të Kuajve dhe 7.000 euro për garën e Pilin Vonave. Shkolla e futbollit FC Dragash 6.000 euro, shkolla e futbollit Aroma 6.000 euro, klubi i futbollit Opoja 30.000 euro, klubi sport Shalli 5.000 euro, klubi Sitaris Argjena 2.500 euro, klubi motoristave Enduro Shalli 7.500 euro, klubi ciklizmit Opoja 1.500 euro, klubi i basketbollit Shalli 1.000 euro, klubi i Shahat Opoja 3.500 euro, gjithsesi 77.000 euro. OJC Kroj Macës 3.500 euro, Sheka Bresana 11.000 euro, gjithsesi 14.500 euro. Pjesëmarrja e qytetarëve në vendimarrje. Gjatë periudhës raportuese për gjysmën e vitit 2026, Komuna e Dragashit ka zhvilluar aktivitete të rregullat e konsultimeve publike, përfshirë konsultime publike dhe dëgjime kushtetore në përputhje me kornizën ligjore fuqi. Gjatë kësaj periudhe janë realizuar 2 dëgjime buxhetore për draftin e kornizës afatmesë buxhetore 2027-2029. Gjithashtu janë bërë edhe 2 konsultime publike lidhur me draftet e dokumente të rastishme të politikave lokale, si strategjia për komunikim dhe marrëdhënie me publikun dhe rregullorja për menaxhimin e mbretërinë. Këto takime Komuna e Dragashit ka synuar pjesëmarrje sa më të gjatë të qytetarëve të saj. Qasja në dokumente publike. Transparenca dhe llogaridhënia janë mbetet një ndër shtyllat kryesore të qeverisë së lokale. Në kuadër
të saj, komuna ka trajtuar me prioritete veçantë zbatimin e legjislacionit në fuqi për çastjen e dokumenteve zyrtare. Po e përmendi, do thotë, lidhur me kërkesat për çastjen e dokumenteve publike. Numri total i kërkesave gjatë janar-qershor 2026 për 27. Kërkesat të aprovuara 27, kërkesat të aprovuara përgjithsisht 0, kërkesat e refuzuara 0. Do thotë të gjitha kërkesat që janë bërë janë miratuar. Profili i aplikuesve dhe dokumenteve të kërkuara. Medium me kanë kërkuar 2, OECR 2, individ 23. Numri i kërkesave, shpenzimi i paras publike ka qenë 0, dokumenta administrative kërkesat ka qenë për 3, 3 kërkesa kanë qenë për statistika dhe 23 kërkesa dokumente lidhur me marrëdhënien e punësimit. Sektori ligjor. Zyra ligjore në kuadër të ushtrimit të përgjegjësive dhe autorizimet e saj, si dhe funksionimin e zbatimit të ligjeve dhe akteve në ligjor në periudhën janar-qershor është angazhuar në ofrimin e ndihmës juridike, shërbimeve dhe këshillave ligjore, si dhe harmonizimin, plotësimin, ndryshimin dhe hartimin e akteve në ligjore të propozuara nga kryetari i komunës, kuvendi komunal, drejtoritë komunale dhe të komunës Dargash. Në gjatë periudhës janar-qershor 2026 në kesëtor është bërë dhe po këto vendime. Po shkruaj në vijim po i paraqes aktet e lehtëtuara nga sektori ligjor. Përshkrimi i lëndëve, mjetet e lejuara nga subvencionet e zyrës së kryetarit, vendime për mjetet për botim libri janë 3, vendime për mjetet për OECR janë 5, vendime për mjetet për familjet e dëshmorëve 3, vendime për mjetet për familjet e veteranëve të OCG-s 3, vendime për mjetet për personat me nevoja të veçanta 8. Mjetet e lejuara nga pozicionet tjera, vendime për mjetet për dreka zyrtare 15, vendime për sigurimin e mjeteve për kartela mbushje telefonike 11, vendime për lejimin e mjeteve për media 15, vendime për lejimin e mjeteve për derivate 8, vendime për pagesën e krojit publik 1. Autorizime në marrëveshje bashkëpunimi 4, memorandume bashkëpunimi 3, kontrata 12, kontrata për punë 1, aneks kontrata 1, njoftime 2, njoftime për diskutim publik 2, njoftime për takime publike 1, kalendari dëgjime publike 1, planet punës 8, raportet punës 7, raportet 6 mujore të auditimit 1, raport vjetore auditimit 1, dhe dërgimi i lëndeve të vërshimeve në mapële 2, letër konfirmim referencë për mbështetje 2, konfirmime 2. Raportim për performancë për grupin e performancës 1, planifikim buxhetor për vitin 2026. Kërkesat e kryetarit të komunës drejtuar ministrive dhe organizatave tjera. Kërkesa për zgjerimin dhe aktivitete afariste për forin turk 1. Kërkesë për hapjen e rrugës në hyrjet e fshatit Kajan 1. Kërkesë për hapjen e rrugës në vendin e quajtur Briza në fshatin Kapër 1. Dërgimi i lëndeve të vërshimeve në mapële 1. Dërgimi i lëndeve të vërshimeve Ministri e Punëve të Brendshme, Agjencisë të Menaxhimit të Emergjencave 1, letër referencë për Jeqet Avoko 1, aneks ankesë lidhur me vlerësimin e gabuar të treguesve të performancës komunale të komunës së Dargashit 1. Për komisionin e ankesave të performancës komunale. Kërkesë për lejimin e kalimit kufitar drejtuar bashkisë të Kukësit 1. Kërkesat e ndryshme, kërkesë mapëles dhe drejtorisë setesarit 29, formular për barazim mujor nga Ministria e Financave 8, njoftime 1, pyetësori i vlerësimit nga Ministria e Financave 1, raport vjetor i progresit fizik e financiar 4, kërkesa për rekurtim kursimit 12, gjithsej 55. Vendimet e zyrës së përpunimit, numri i lëndëve, vendim për caktimin e menaxherëve të kontratës 10, vendim për caktimin e ekipit për menaxhimin e kontratave dhe mbikëqyrësit i drejtorit i menaxhimit të kontratave 17, vendim për themenimin e komisioneve për pranimin teknik 16, vendim për shpalljen e tenderave 25, vendim për formimin e komisionit për zhvillimin e procedurave për punime shtesë 5,
anë kont publik 1, vendime për vlerësimin e kontratave 2. Përmbyllje. 6 mujori i parë i këtij viti është karakterizuar nga një angazhim i vazhdueshëm i realizimit të objektivave strategjike të komunës në përmirësimin e shërbimeve për qytetarët dhe forcimin e qeverisë së mirë. Përmes planifikimit të kujdesshëm, menaxhimit të përgjithshëm, financiar dhe koordinimit interinstitucional është arritur progresi i dukshëm në disa fusha kyçe të zhvillimit lokal. Përkushtimi institucional mbetet i orientuar drejt rritjes së efikasitetit, transparencës dhe llogaritdhënies dhe drejt krijimit të kushte më të mira për zhvillimin të qëndrueshëm ekonomik dhe social. Ky raport shërben si bazë për planifikimin e mëtejme dhe amacimin e prioriteteve zhvillimore të komunës për vitin pasues. Prioritetet tona kryesore për tragoshin vazhdojnë të jenë administratë efikase e përgjithshme dhe shërbime moderne, organizim më i mirë i punës dhe efikas i plot dhe eficacitet i plot i administratës komunale, realizimi i suksesshëm i projekteve dhe buxhetit, realizimi i planit të hyrave të komunës, rritja e përkrahjes për pushim dhe fermerët, zhvillimi i turizmit dhe ndërtimi i infrastrukturës përcjellse, nxitjet e investimeve dhe projekteve për turizëm, trotuarë dhe shtigjet e rrjetjes për mësorë dhe biçiklistë, investime për ndriçim publik, rritje e cilësisë dhe investimet dhe pasim, investimin e lyje sanitare dhe me ripëtim të shkollave, bursa për student, hartimi i planit zhvillimor komunal dhe hartimi i hatave zonale, terene të reja sportive dhe përkrahje e sportit, aktivitetet të planifikuara me të rinjet, krijimi i kushteve të pranishme për investime të drejtëvërteta për të mirë e qytetarëve përmes krijimit të vendeve të përreshme të punës, si dhe zhvillimit ekonomik, bashkëpunim me komunitetin fetar, shoqërinë civile, OEQ, ndërkombëtare, vendore dhe partnerët e tjerë. Ju faleminderit shumë. Faleminderit për durimin tuaj. Изадживаме. Величка брата сохранила, они не играют. Утро сестра, Диана засумела его. Решта не крадет, а спасит и ради. И бесена. Не знам да ви се замоли да ми помогнете. Ако нека оя жутина и я чуть се издържава. Брат ми умре, истина им место ги краде. Ево го, нека рече не е така. Оя сестри не го. Место на смъртни случаи краде. И не го чуде, и не го. Я грева тала, пазити, пазити, трайни пазити реđe. To tačkada i kuće i sve živo. Briselu policija podržava, znači nema ovdje ništa da ne. Tija greva tala, mjesto na smrtni slučaj. Rade doma Bijana su go videla lično sa oči, Bijana lično sa oči da zatne kanal što nema zakonskih pravo. Imane da govorimo srce sam imala 3 žena života. Možda idem se? Da, možda. Samo tija se zaktivujem da ne videlo kao oja pripočenim što napravi i ja da napravi, više ne se izdržavaš. Ne možem da stijem u kuća plac mi kralja privatno. Ja sam rekla za država neka zemlje ne lijes, ali da mi zemlje se reni, da moje mjesto da mi gradi, tija greva tala. Tije, mogu da kažem. Jer ovdje je podržava je opština što rada gdje mu daraju peća. Tija greva tala. Do të prej pjesëmarrësve ta marr fjalën, nëse doni, nëse keni ndonjë pyetje, nëse sugjerim, vretje, urdhoni dini fotore, merr në fjalën ana. Zot. Predstavnica projekta biti uvažen od Loku. Pred 2 godine inače završi ništa takve čedi. Ima kuće do čega napravljene, 15 do čega ima, još ne sedne koliko će se napraviti. Projekat pred 2 godine uvažen
ulica da se napravi prema loku. I ništa ne je napravio. Da? A, potkavane put. Lok se vika nešto. Za 2 godine projekat. Uvažena mi je ovo projekat. Za 2 godine projekat uvažena. Ja lani ovdje nikto ne te dobro. Imam interesu jer tamo ljudi ga ne uvijek za 2 godine to napravi. Ja lani to ne svi. Ali može da se završi, to je putem njega. Jer da ne bi projekat uvažen, ne mora ni da se radi. Neka se panova. Da ne bi. Faleminderit. Në të kontaktoj Gjon Shqipo dhe kam vajtë të temi. Stave, predo. Falenderoj kryetarë, falenderoj pranishëm, proshëm qytetarë që në vjetë të momente dhe ata që të përsiarë më apo. Sa për tjetë ku të rësua i ndërruar, kanë të kaluar ka qenë një projekt, sa për tjetë kurthimi të rrugëve me fshatën e Serisë. Ai projekt ka qenë deri në gjysmën e parë të këtij viti. Mirë po sasit janë harxuar vitin e kaluar. Këtë vit ka mbetur një pjesë e vogël. Po, gjithashtu, pjesa tjetër e mbetur e rrugëve që janë pa përfunduar e që ka shumë fshatë e Serisë, janë në projektin e ri, i cili është duke përgatitur nga zyra e propolimit dhe urbanizmit, dhe shumë shpejt fillojnë procedurat sa përket gjitha rrugëve që janë sidomos në pjesën e zgjeruar. Edhe tek lagja e juaj Lokov, po dhe pjesa tjetër që është lagja me rreshtë të tash në Serisë. Kështu që nuk ka nevojë për asnjë shqetësim, gjithë ky projekti i kuptimit do të përfundohet në mënyrë më të rëndësishme. Duhet pastrurim, në qenë se po kemi telashe edhe sa përket kompanive që ofertojnë fshatin e Serisë, sepse ka vështirësi të kërkimit materialit deri në pjesën më të sipër. Por në tërësi projekti i kuptimit do të përfundohet. Faleminderit. Pjesën më të madhe të përgjigjes e dhënë në kryetarin. Jëmë të paraplama edhe 200.000 euro për rregullimin e infrastrukturës në fshatin e Serisë, edhe sigurisht që projektet të cilët kanë mbetur pa përfunduar do të vazhdojnë me këto mjete që kemi parapara na si kuvend komunar. A ka dikush tjetër që do me marrë fjalën me bërë një pyetje, vërejtje, sugjerim, kërkesë? Izvolite. Assalamu alaikum, ja sam Alija Čuka iz sela Resnice, poštovani predsjednici i poštovana predstavnici predsjednika, ja bih samo kratko rekao da imam jedan problem što se svakodnevno prolazi Resnica, Rušivo, Hripotov, Zagreb. Ima jedna krivina, godinama se ta ulica stoji, krivina stoji i uopšte se ne realizuje, ne popravlja se, dok dođe ta nesreća, onda će se posle toga srediti to. Ja bih hitno rekao da se ta krivina napravi što brže. Između Kruševo i Globočice. Svakodnevno se prolazi, ljudi prolaze i ta krivina je loša, mnogo loša. Ja bih mogao da što brže da počne da se radi ta krivina. Jer narod prolazi svakodnevno i toliko od mene. Hvala. Faleminderit për pyetjen. Sa i përket kërkesës që e bëhen, është një kërkesë shumë arsyeshme, sepse aty ka pas çdo herë edhe
edhe do të thotë ndeshje komunikacioni. Kjo pjesë e rrugës është pjesë, nuk është kompetencë të komunës, por kompetencë të Ministrisë së Infrastrukturës. Me sa kemi na informata, Ministria e Infrastrukturës ka qenë në Ngjarës, i ka bën matjet dhe është duke përgatit projektin. Besojmë që këtë vit ato do të fillojnë ta rregullojnë atë pjesë që është shumë problematike. Po është edhe një gjë që mund të them se Ministria e Infrastrukturës për çdo vit ndan mjete gati ka 2 milion euro për rrugën Dragazha-Stelica. Dhe ato mjete çdo herë i çon suficit. I ndan mjetet, nuk i realizon projektet fare, nuk i qetë të nderat, vitin arshëm prap i bën gjatë të inshallah këtë vit, mjetet që i ka prapa për me rehabilitu këtë rrugë, nuk i qenë suficit, po i realizon përmes projekteve që ka prapa. A do të kusht tjetër me marrë fjalën? Nëse jo, ku i shoh edhe e shkojmë në dynën kryetare, i shoh disa drejtorë, nëse me këtë raportin që kemi paraqit punës 6 mujore, kemi bën ndonjë lëshim, nuk kemi përmend ndonjë investim, nuk kemi përmend ndonjë projekt. Ju kisha lutë me shkrim t'ja çoni Faris, ju që ta inkorporojmë edhe ato aktivitete në këtë planën e punës 6 mujore. Sigurisht në drejtorinë e arsimit kemi arru diçka. Është një donacion që e ka marrë shkolla fillore këtu në Dragash, pastaj sigurisht ka nga ministri tjerë, nga drejtorit tjera. Po megjithatë, edhe pse nuk i kemi përmend 95% për aktivitetet i kemi përmend, aktivitetet tjera të cilat nuk kemi përmend, edhe projekte çonja me shkrim Faris, një që në raportin e dytë, apo takimin e dytë publik, i paraqesim atë. Po besoj që nuk ka që të po të shoh atëherë edhe një herë ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në takimin e parë publik. Shifemi në takime tjera. Faleminderit. Lieven in Duitsland dat je op een niet van je gaat zijn.